në cilën sot flasim dy prej temave kryesore të ditës së sotme. E para që ndërlidhet me aktualitetin e muajit dhjetor, me ardhjen e shqiptarëve nga vende të ndryshme të botës në Kosovë, një pjesë të cilëve zgjedhin që të kalojnë nëpër territorin e Serbisë. Pse nuk duhet kalojmë nëpër Serbi? A ka kush na del zot? Dhe sa është e rëndësishme që nëse kemi dokumente që na lidhin me luftën e fundit, me faktin që keni qenë pjesë e ushtrisë çlimtare apo jo, qoftë edhe një emblem këtu ta keni me vete, të gjitha këto do t'i diskutojmë në bisedën e parë me nënkryetarin e organizatave të ushtrisë çlimtare të Kosovës të dalë nga lufta, pra me OVL të UÇK-s. Zotrin Gazmen Sylla e kemi sot me ne në studio dhe definitivisht deklarata më e komentuar e ditës ka qenë ma thjesht, ma shqip, ma bukur nuk di ku ka me shku. Mos kaloni nga Serbia, nuk ka kush ju del zot. Zotri Sylla, faleminderit shumë për kohën që mundani sot për ne. Mesi, faleminderit për ju. Po besoj që kjo deklarat, konferenca për media që ndërlidhet edhe me protestën e Shkupit dhe gjithçka tjetër vije pas arrestimit që ndodhi të një ish ushtari të ushtrisë çlimtare të Kosovës derisa po kalonte kufirin me Serbi. Po, sigurisht, në konferencën e sotme po ashtu edhe e paralajmëruam datën se kur do të bëhet edhe protesta në Shkup, po sigurisht që tim është e pashmangshme edhe kjo arrestimi i qytetarëve të Republikës Kosovës edhe konkretisht luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që po i bën Serbia vazhdimisht. E ne ju kemi bërë apel gjithmonë, si organizatë veteranëve të luftës, po kemi provuar edhe me gjithë forma tjera ju kemi thonë personaliteteve tjera qoftë UÇK-s, që edhe ata me bëu thirrje se ndoshta ata do të jenë më serioz nëse neve s'po na marrin seriozisht. Ja, dhe komandantët po thojnë një gjatë tillë, mos e bëni një gjatë tillë, pra mos kaloni ka Serbia, po fatkeqësisht nganjëherë ky mesazhi jon po hasë në vesh të shurdhër, edhe ne kuptojmë drejt se luftëtarët e UÇK-s të cilët e marrin atë rrugë, ata në vetvete ndihen shumë të pastër, do të thotë, ata nuk kanë bërë krime gjatë luftës tonë vitit 98-99, prandaj ata vendosin me shku sepse thonë se askur s'ka që ka më na bënë, sepse s'jem ti involvuar në ndonjë krem. E prandaj kanë njëherë këta dhe po mashtrohen, po e bojnë atë rrugë, fatkeqësisht këto po jenë me pasoja fatale. Do të thotë ju dini se arrestimet i kemi pas qytetarëve, po edhe veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sa kuptova, përveç që është gjetur emblema e ushtrisë shqiptare të Kosovës të arrestuarit të fundit, është gjetur edhe kartela e veteranit, apo jo? Ka informacione të sakta? Janë dy raste të ndara, në arrestimin e fundit që u bën një bashkëluftëtarit tonë me emrin Avnit Qena, një fshati Romaj, komunës Prizrenit, i cili ka qenë i renditur në brigadën 138 Agim Ramadani, ai kishte pas kartelën e antarësisë, pra veteranëve me vete. Gjatë bastisë që u ka bën, ja kanë gjetur edhe kartelën e veteranëve. Megjithatë, e Serbia këto gjithmonë provon me i rrit, do të thotë, edhe akuzat për shkak ish akuzuar ose për shkak edhe ish arrestu veterani, ato nuk qëndrojnë fare, sepse pas verifikimit që kemi bëna edhe me shumë bashkëluftëtarë tonë, të që kanë operuar në njëjtën brigadë me personin fjalë, po edhe me komandantin e brigadës, ata thonë që asnjë luftëtar nuk doli me dëshmuar që kanë qenë së bashku me personin fjalën për vijat frontit. Do të thotë ky fare nuk ka marrë pjesë. Me pa akuzën, aty dalin plot akuzë që ky ka marrë pjesë në një sulm të një pike kufitare serbe në atë kohë, ku edhe unë plot i shmusha, jo, po në fakt jo. Ata shumë të zotët në propaganda. Po, me gjasë, jo, ky kështë qenë vetëm pjesë e logjistikës, po, e gëzon statusin e veteranit të UÇK-s, po ka qenë pjesë e logjistikës, dhe ju dini që hasianat mirën shumë, e kanë si profesion, ndoshta punën e bukës, të furrës, e kuzhinën e këto, me gjasat janë që të ketë shërbyer diku në kuzhinë, po asnjëherë në vijat fronti, prandaj edhe ato akuzat që rëndojnë bashkëluftarin tonë janë tërësisht pa baza, vetëm se kjo është një luftë speciale që Serbia zhvillon prej pas përfundimit asoj lufte që e kemi pas me pushk, me armë, domethënë ata. Kjo asnjëherë s'e kanë dalë ndaj ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po edhe ndaj qytetarëve të tjerë, ju dini kemi raste plot qytetarëve që janë veteran fare, dhe kam provuar mi ove shumë uniformën e veteranëve, kemi një rast në Pej, Lulzim Halili, mi emrin, me provuar me thonë që ka qenë luftëtari UÇK-s, kur u futëm me verifiku në databazën tonë që kemi, nuk ka fare as status veteranit. Ende është në burg, me akuzat që ai ka qenë luftëtari UÇK-s edhe ka marrë pjesë në krime ku di unë, ai person fare nuk ekziston në databazën tonë. Pra, mjafton që atyre t'ju mbushet kotoja ose numri që ato i ka vënë, s'ka rëndësi nëse keni qenë ose s'keni qenë, ata ju bëjnë edhe po nuk kishit fare. Po, e bile me rastin në fjalë, ju ndoshta keni pa dhe s'keni në arrestimit, një arrestimi interesant, merr pjesë Ministria e Punëve të Brendshme të këtij personin fjalë nga Peja. Kjo ndodhi pas arrestimit që arrestoi policia e Kosovës ke zyrtarin serb që ishte në Rahovec, nuk e di si e pat mbi emrin, që fyri. Nuk qëndroi mirë me emrat slav, kështu që s'boj për më. Ason,
vetëm se s'po kem qarë pa ju mbajt mend, dhe pastaj ata e vonë si kundërreagim, e arrestuan atë personin fjalë duke provu me ngjit epitetin e veteranit gjë. Pra shembuj kemi mjaftueshëm për të bindur që nuk duhet kalojmë nëpër këtë territor, nëpër këtë pjesë. Por më bëri shumë përshtypje, nuk ka kush ju del zot. Ne në fakt kemi shtetin e Kosovës. Është e vërtet që kemi shtetin e Kosovës, edhe gjithmonë varet se kush e udhëheq shtetin e Kosovës, edhe sa kanë vullnet institucionet e shtetit tonë më marrë. Mendoni që ka mungu vullneti që të merren me këta individ? Fatkeqësisht po, do të thotë prej orës në pushtet kësaj qeverie që tani me në detyrë, po lëvizjes dhe vendosje ka mungu ky vullnet, dhe kemi raste edhe kur ka mungu vullneti me ndihmë dhe bashkëluftarëve tonë që gjenden sot në gjykatën speciale që po gjykohen padrejtësisht atje. Por edhe në këto raste, ne kemi komunikim të vazhdueshëm, para disa ditëve na u liru një bashkëluftar jonë që vujti një dënim mbi 4 vite në burgjet e Serbisë, ishte Nezir Mehmetaj. Edhe në komunikim edhe me familjarët e tyre, po edhe me familjarët e tjerë të arrestuarve, asnjëherë dikush nga shteti nuk shkon s'paku me ndihmu ekonomikisht ose financiarisht se paku për avokatët mbrojtës, sepse ju dini çfarë kosto mund të ketë me marrë një avokat nga Kosova, me shku atje, me me dalaj, me të mbrojt në seansa, ato është një kosto e papërballueshme, sidomos për luftëtarët UÇK-s, të cilët një pension 204 euro kanë të ardhur mujore. Prandaj nuk është asnjëherë, nuk ka dikush një familjar i këtyre të arrestuar që ka thonë që kum pas dorë në shtetin ka ndihmuar qoftë në këtë formë në aspektin logjistik, e sidomos në aspektin diplomatik, sepse kjo është vetëm dorë ndërkombëtarëve, dhe thotë nëse ne kishim mujtë me bë presion mbi Serbinë që më liru një bashkëluftari jonë i cili akuzohet atje padrejtësisht, duhet vetëm përmes rrugës diplomatike. Ka pas gatishmëri nga ndërkombëtarët që të ndihmojnë në këtë aspekt? Nuk e dim tash sa ka qenë presioni diplomacisë tonë të ndërkombëtare. Pra gjithçka varet nga ne. Po, sigurisht, se ju e dini rastin që përmenda në Ravec arrestimi aty serbit, ju shihni tani mund të gjeni. Ka pasur reagime të pafunda të tij. 2-3 reagime që i mboj menon që kanë qenë 2-3 ambasada tepër të fuqishme. Vende mike që i kemi këtu në Kosovë kanë reaguar me njëra, kanë thonë që duhet më guhet me kryer atë procedura e pse jo ndoshta edhe lirimin e tij. Edhe ashtu ndodhi. E prandaj e shihni sa fort është Serbia në arenën ndërkombëtare me diplomacinë e vet. Fatkeqësisht diplomacia jonë sot është në gjendje kome. Do të thotë ju e dini kush e heq, po edhe nuk ka më kapacitete me shty diçka përpara, më çka më keq as ka as vullnet. Se po të kishte vullnet, si organizatë veteranë të luftës, besojnë se jo prej janarit e deri në ditën e sotme nuk kemi lënë adresë ndërkombëtare pa trokit e to, mi tregu shqetësimet tona që po ndodhin gjykatën speciale, dhe besojnë se jo të gjitha na kanë trajtuar me respekt, edhe jemi të bindur që ky shqetësim jon ka rrinë në atë vesh që është dashur të ndëgjohet, do të thotë paramendojnë jemi një organizatë jo qeveritare me statut, e paramendojë shteti ose Ministria e Punëve të Jashtme sa kish mujt me bë punë këtë drejtim. A kanë bërë diçka me këtë drejtim? Jo, me fatkeqësisht jo, edhe në komunikim që kem pas tani po ndalim të pjesa me avokimin që kem bë për bashkëluftarët tonë që gjenden në gjykatën speciale atje, me gjithë ata që kem komuniku, edhe na kanë thonë, është ndoshta hera parë që po vjen dikush me fol për këtë punë. Ashtu në kanë lënë me kuptu. Do të thotë, okej, po e morëm me shqetësimet e juaja që na me trajtuar me respekt. Por nuk është ka pas një ndikim institucional në këtë. Fatkeqësisht, në asnjëherë dikush prej këtyre personalitetet qofshin që kem takuar në Kosovë, ambasadorët e vendeve mike, qoftë edhe jashtë që kem pas takime të tjera, nuk na shton që po jemi në ndjeni të këtyre shqetësimeve që ka populli juve apo shteti juve apo ju si veteran, vetëm që na kanë prit dëshirë si surprizum kur kem shku Pse duhet të ketë një ngurim të kësaj natyre nga ana e institucioneve për të mbrojtur historinë e vendit, sepse në fakt ne mbrojmë Kosovën, jo vetëm ata njerëz të cilët janë të burgosur tash sa vjet. Ose që mbrojnë në këtë si njëhet para burgim. Ka gjasa që vetë nuk jem pjesë e historisë vendit që e përmendti, edhe nuk kanë ndaj ndjenjë me mbrojt këtë histori. Fatkeqësisht nuk kanë qenë pjesë në kohën kur ju kanë dashur vendit mas shumë ti mu bë pjesë e historisë, edhe tani mungon ajo ndoshta ajo atë dashuria ose ajo dashnia për vendin tonë për njerëz që kanë udhëhequr me luftën, e fatkeqësisht janë disa note personale, politike, si mos rastisht polirohen kur vijnë këto kur që prishën llogaritma andej. Po prishën se me garancë se kemi një note pure personale, ju e dini edhe përpara se të shkonin këta në gjykatën speciale, këta veç fillu me nxjerrje situate, më thonë shkoni. Ishte vetë zoti Kurti që ju tha, "Çu shkoheshem."
E prandaj këtu janë një note që do të mi te kalu, do të thotë sepse nuk bëhen fjalë për disa persona, nuk bëhen fjalë për periudhën e tyre gjatë qeverisjes, pasi që këta kanë marrë në detyrë zyrtare në institucionet tona, se po të ishte ashtu, jemi bindur që as organizata veteranëve të luftës nuk e kishte marrë ton këtë mend, edhe as nuk ishin mbush sheshet e Kosovës me njerëz Kosovës, e Shqipërisë, tani të Maqedonisë edhe vende të tjera, po bëhet fjalë për diçka të shenjtë që është UÇK-ja, e që është e ka në aspektin individual. Po është barqja e sakrificës popullit tonë për liri. E prandaj në këto rrethona ne do të bëhemi bashkë gjithë, edhe sepse në aspektin luftarak të ushtrove ne themi kur t'i bëjmë pushtë bashkë, krisma në jetë më larg. Po tani ana ktheve në kohën e Skënderbeut tek ai rrëfimi për ato thupra që i mbledh, thotë nëse jeni bashkë nuk do të thyeni mirë, po hyn në histori. E po flasim për histori. Po flasim për një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Gati historik do ta quaja 13 dhjetorin. Sa? Një tjetër protestë që është paralajmëruar në Maqedoninë e Veriut, në Shkup, pati kundërshtime nga kryeministri Micković, si qëndron, do të ketë ndikime këto kundërshtime, është një mbështetje e madhe e zotrit Aliu për krejt këtë nismë të organizatës. Si organizatë veteranëve të luftës në janar të këtij viti jemi ulë dhe kemi bërë agjendë, sepse ne ishim të hendikepuar se nuk i kishim as kryetarin as kryetarin, këtu ishin dy në burg atje, edhe zoti Gucati po edhe zoti Aradinaj. Pastaj ata u lirun, edhe mbajtëm kuvendin zgjedhor që i kishim këtu zgjedhjet tona të brendshme të organizatës, toni si kryesi i re na ulë dhe kena diskutuar si më qas, cili jo problemi ne është kjo gjykata speciale padrejtia që ndodh atje, kemi bërë agjendë dhe kanë qenë planifikuara secili veprim që e kemi bërë. Edhe protestat, kemi punuar në dy rrafshe, në rrafshin diplomatik, takime me ambasadore, me personalitetet e tjera, vizita edhe në Parlamentin Zvicran, pastaj në Parlamentin Evropian, takime me eurodeputet, po na presin disa të tjera që janë të konfirmuara, edhe këtë aspektin tjetër që është emocional, protesta, me ngrit ndërgjegjen qytetare për ato padrejti që po ndodhin. Prandaj planifikimi ka qenë që kjo protestë të ndodhë pak më herët, po me qenë se në Maqedoninë e Veriut kishte zgjedhje, kishin zgjedhjet lokale ata. Ne nuk kishim dëshirë që të ndikonim eventualisht politikisht diçka të zgjedhjet e tyre të brendshme, edhe i shtyjmë për disa kohë. Me qenë se ato përfunduan procesin zgjedhor të ta, tani ishte zoti Ali Ahmeti që na vizitoi para disa ditëve në zyrët tona, edhe një farë formë dakordum për edhe një protestë tjetër e radhës që do të jetë e fundit për këtë vit. Edhe pastaj sot ne edhe deklaruam një farë forme e tregum datën edhe orën dhe vendin ku do të bëhet. 13 në Çuditërisht, zoti Ahmeti kishte thonë këto dje në Maqedoninë e Veriut atje, e pastaj me gjastë ishte pyet nga gazetarët dhe kryeministri maqedon. Ai kishte bërë atë reagim, unë nuk do të marr pjesë diçka kishte thonë, unë nuk do t'i bashkangjitem, në formë nuk i kemi bërë ftesë kryeministrit maqedon, sepse është jona, ne kemi bërë ftesë gjithë shqiptarët kudo që janë, që ata ndjejnë që po ndodhin padrejtësi ndaj luftës tonë, me na bashkangjit këtë protestë. Edhe pastaj kemi hasur disa pengesa të vogla, gjithë cilat nuk i kemi pas askund. Do të thotë ne kemi organizuar protesta në Den Haag, shteti ka qenë i gatshëm me ne ofru gjitha mundësitë për me mbajtur një protestë. Parakalim me motora nëpër Evropë, ku marr asnjë të lashe, kemi pas pastaj në Shqipëri kjo nuk diskutohet, kemi pas në Strasburg, edhe parkingun na kanë siguruar. Na kanë thonë ju protestues, ky është vend parkingi juaj që do të jetë i rezervuar vetëm për ju, me autobuse çfarë do të keni, edhe këtu do të mbanin protestën, do të kanë shku niveli më të lartë të organizimit, sepse shteti ka qenë i gatshëm me punën gjatë këtij. Ne prej ditës që kemi takuar zotin Ahmetin, që u bën tash mbi 10 ditë, e kemi dërguar ftesë e kërkesën për shfrytëzimin e hapësirës publike për mbajtjen e protestës, ende nuk kemi marrë përgjigje. Por gjë e çuditshme se zakonisht këto kërkesa trajtohen për mund të ndikojë një zvarritje e tillë edhe në anulim të protestës? Jo, tani në anulim nuk ka. Nuk vjen shpreha. Ja, nuk kthehet shqiptari pas, na kena dhënë fjalën, nuk kemi njerëz që tërheqin fjalën, protesta do të ndodhë. Kishte qenë mirë që shteti maqedon më na respektu këtë drejt, është e drejtë që e garanton kushtetuta e Maqedonisë, më u jep mundësinë qytetarëve me dalë me protestu. Prandaj edhe nëse vendi jo Shkupi, ne prapë adestrimin e kena për gjykatën speciale. Nuk kemi fare të bëjmë me institucionet e Shkupit atje. Prandaj jemi pak befasum, sepse tek e funi jemi shtetë mike, jemi fëqin, Maqedonia ka njohur vendin tonë, edhe asnjëherë do të thonë nuk kemi dëshirë me eventualisht në ndodhë në konflikt ose në incident ndër etnik, aq më pak, duke po këtë gjendje kaq breshtë ashtu, po
po besojmë që do të reflektoj edhe kryeministri, po edhe institucionet tjera kanë me na dhona edhe lejen që më shku gjithçka që ka shku edhe në shtete tjera, po shpresojmë që kena me dhënë maksimumin ton që mos më ndodh asnjë incident më i vogël. Tash do të mbetet edhe nga ona e shtetit, edhe nga ona e Maqedonëve atje që të respektojnë njëjtën çështje ne i respektojmë rregullat e tyre. Krejt në fund, ti kthejmë edhe njëra asaj që e përmendëm, është dhjetori, është koha kur ne presim pjesën më të mirë të shoqërisë sonë, bashkëdhetarët tanë. Ti thirrem edhe një herë të bëhen të kujdesshëm, të bëhen të vëmendshëm, që provojnë të menjanojnë rrugën nëpër territorin e Serbisë për të ardhur në vendindje. Ne asnjë rrethon qoftë edhe nëse keni dikon smur, se shpesh dim që ka plot qytetarë danit tonë që provojnë me gjetë shërim në vende tjera, në këtë rast edhe në Serbi, mos me gabu me shku një djalë ose një vajtë që ka kontribu për vendin tonë, qoftë me pushk, qoftë në forma ndryshme. Qoftë këtë pas uniformën vesh, qoftë mos këtë pas uniformën vesh, për kanë ndihmu luftën tonë për shërim, mos me mora të rrugë, keni alternativa plot, edhe jo vetëm në Serbi. Po dënë me pas dro edhe në Maqedoni. Ju bojmë thirrje me pas kujdes, sepse ekziston një marrëveshje e dy ministrive të punëve të brendshme, asaj të Maqedonisë dhe kësaj të Serbisë për mundësimin e patrullimit të patrullave policore, qoftë këtu Maqedonë ose në Serbi. Po lidhet tani edhe me protestën. Sigurisht. Ka potencial që ish ushtarët e UÇK-s që do të jenë pjesë e protestës në Shkup të ndjekën? Jo, neve nuk i ftojmë me ardha ata në këtë protestë. Okej. Jo, luftëtarët e UÇK-s nuk janë ftuar me marrë pjesë. Sepse e dim që kanë qenë të gatshëm që të bëhen pjesë protestave kudo që janë. Jo, e dim nuk e kemë bërë thirrje, do të kujdesen që qytetarët tjerë që nuk kanë qenë pjesë e luftës me shku atje. Sepse është mundësia një patrull policore serbe në Maqedoni, duke patrullu me ndalë ta njerëz, edhe nuk presim diçka të mirë për tyne, edhe me kin ndapu, e me qu deri te pika kufitare, me thonë që personin fjalë me ai kem taku në pikën kufitare. Ata gatshëm bëjnë çdo gjë. Po sigurisht. Kështu që Serbia në asnjë rrethon hiç, po me pas kujdes edhe Maqedoni, edhe pse në Malziz nuk kem asnjë rast aktualisht, edhe atje me pas kujdes, sepse ka mundësi këto shtete me respektu këto fletareste që në Serbia. Faleminderit shumë për kohën dhe krejt informacionet që ndave sot me ne. Faleminderit juve, kënaqësi, faleminderit. Shumë faleminderit.